sepse ne sot jemi ndalur vetëm të konstituimi i kuvendit dhe po harrojmë shumë gjërat e tjera se çka vjen pas konstituimit të kuvendit. Me konstituimin e kuvendit hapet do të thotë rruga për formimin e qeverisë. Nëse ne sot e shohim sa kemi borde, institucionet e pavarura që janë jo funksionale, dhe sot prej tyre do të bënë jo funksionale në fund këtij viti, në vitin e ardhshëm, ne vim në një konkluzion që Kosova do të thotë një mënyrë jo që do të kemi vetëm qeveri në detyrë, qeveri me kompetenca të kufizuara, por një numër i madh i mekanizmave të pavarur, të cilët ofrojnë shërbime ose janë mbrojtje të drejtave lirive të njerëzit, janë do të thotë në fusha të ndryshme të sektorit bankar, do të thotë fushat të ekonomisë, fushat të drejtësisë, medias e shumë fushat e tjera që do të thotë është domosdoshme që të vazhdojmë me konstituimin e kuvendit në një mënyrë për të pasur një qeveri, për të pasur institucione të cilat funksionojnë në mënyrë demokratike, ashtu siç e përcakton Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Sot kuvendi i Kosovës në vend që të jetë fushë betejë ose arenë e debateve politike mes deputetëve të kuvendit të Kosovës për tema të cilat interesojnë qytetarët e Kosovës, ne po flasim nesër sot të jetë dështimi 40, 41, 42. Ne veç duhet ta kuptojmë një gjë. Nesër është një takim jashtëzakonisht i rëndësishëm në Shkup të Maqedonisë Veriore, ku takon gjithë liderët e Ballkanit Perëndimor, do të thotë në prani të zyrtarëve të Komisionit Evropian të Bashkimit Evropian. Nesër do të thotë gjitha shtetet do të tregojnë se ku janë radhë të parë me planin e rritjes. Për gjitha shteteve të Ballkanit Perëndimor i kanë ratifikuar këto marrëveshje, kanë marrë këstin e parë, po vetëm Kosova jo që do të thotë nuk ka marrë këstin e parë, po se ka ratifikuar të marrëveshjen. Po flasim për një plan të rritjes prej më shumë se 880 milion euro për vitet 2024-2027, vitet 2024 ka ikur, 2025 veç po ik, dhe do të thotë Kosova nëse vazhdon me këtë ritëm, jo që do t'i humb këto mjete, do të thotë po këto mjete pastaj do të shpërndahen në mënyrë proporcionale tek shteti perëndimor. Tash nëse shohim kohën kur është bërë plani i rritjes, pa Komisioni Evropian ka qenë shumë dëshirë me Kosovën, sepse për kokë banori Kosova ka përfituar më shumë ti mjete, do të thotë po flasim për afërsisht 1 miliard euro, që krahasohet kati me Serbinë, po që ka Serbia do të thotë 7 milion banor, ne si kemi as 2 milion banor. Kështu që unë besoj që për çdo lider të partive politike, në këtë rast edhe për vetë kryeministrin në detyrë, zotin Kurti, pasi për të është privilegj të jetë i pari në Kosovë, po unë dua ta besoj dhe dua të jem të kurrin e tij se si do të ndihet nesër në Shkup. Heq më larg se sot Bashkimi Evropian, çoi komunikat, Komisioni Evropian në mënyrë i bëri thirrje Kosovës që të konstituojë kuvendin, në mënyrë që të ratifikojë marrëveshjen, të përfitojë do të thotë nga plani i rritjes. E ke shumë ministrin Murati para 3-4 ditë ku publikoi që do të humbin mbi 90 milion euro, do të thonë ka marrëveshja me Bankën Botërore. Kështu që unë besoj që kryeministri Kurti, çdo lider në Kosovë, nuk mjafton që të jetë i pari vetëm në Kosovë, po duhet të jetë konkurrues dhe në një mënyrë duhet të jetë, si të themi, edhe një figurë e cila si paraqitet para partnerëve ndërkombëtar. Unë e thash më herët, nuk di se si do të ndihet kryeministri Kurti nesër, kur gjithë kryeministrat e vendeve të rajonit gjatë kohës që do ta kenë agjendë, do të thotë 10 minuta 15 për t'u adresuar sukseset, sfidat, siç ato të tregoj nesër para liderëve të Bashkimit të Komisionit Evropian. Se ende po bëjnë përpjekje me konstituu kuvendin, se ende s'kanë qenë në gjendje me ratifiku marrëveshjen, se do të thotë në procesin e integrimit evropian do të thotë pothuajse kemi stagnuar dhe jemi në vetë numëror. Kështu që para se të mendojmë që të jemi të parët apo se si them të jemi të manipulojmë me masat në Kosovë, duhet të mendojmë pak se si duhet i përgjigjemi kërkesave dhe si të jemi konkurrues edhe me shtetet e Ballkanit Perëndimor, që fatkeqësisht mund të themi që Kosova është e fundit. Shqipëria këtë vetë si duket do të hapë pothuajse gjithë kapitujt për integrim në Bashkimin Evropian, Mali zi kapitujt nëse ka bëj javën e kaluar, do të thotë Serbia është shumë paranesh në këtë proces. Ku është Kosova? Kosova do të thotë është shtet i cili e ka dorëzuar aplikacionin për të hapur negociatat me Bashkimin Evropian para 2-3 viteve, dhe atë aplikacion tani më ka marrë pluhuri, dhe nëse ne mjaftohemi vetëm me apliku dhe për 2-3 vite mos me pas asnjë sukses, thjesht nuk di se do të ndihet nesër kryeministri Kurti, do thot para përfaqësuesve të Komisionit Evropian, dhe
cilë do të jetë arsyetimi, apo do të thotë, apo cilat do të jetë ndoshta shakaja që do ta flet në këtë takim, sepse nuk di çka do të prezantoj nesër, do të thotë në takim. Zonja Hoxha, elaboruan shumë çka edhe zoti Krasniqi edhe zoti Miftaraj, pra është përgjithësia e gjithë deputetëve që ta konstituojnë Kuvendin e Kosovës. Natyrisht përgjithësia ju takon për aq vota sa keni marrë. Përgjithësia më e madhe po e dim që i takon partisë më të madhe, partisë fituese. Për te kaluar këtë ngërsh i cili është krijuar, a mundi më na kallëzu pse është problem kjo kandidatura e zonjës Albulena Haxhiu? A është çështje parimore, a është çështje politike? Edhe, besoj që ka shumë faktor, por që duhet ta bëj të qartë që me mundësinë dhe mundësinë që jep kushtetuta partisë që ka marrë më së shumti mandate të propozoj kandidatin për kryetar ose kryetare të Kuvendit, vinë edhe përgjegjësitë dhe detyrimet, e ajo është krijimi i shumicës së thjeshtë. Dhe shumica e thjeshtë, kur nuk i ke të gjitha, nënkupton konsenzus dhe kompromis. Këtë thot edhe akt vendimi i gjykatës kushtetuese. Ne nuk kemi parë në krejt këto ditë ose muaj të gjithë këtij procesi që sillet çdo 48 orë as konsenzus e as kompromis. Kemi parë disa ftesa formale për takime më shumë për konsum që të bëjnë një tik dhe të dukemi sikur zotri Kurti është gjithëpërfshirës, por që rezultatet kanë qenë zero. Po duat ju kujtoj takimin e thirrur më herët në të cilin ka qenë vetëm kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, i cili në atë takim i ka shpjeguar zotrit Kurti arsyet sepse Partia Demokratike e Kosovës nuk i voton 8 deputet të lëvizjeve vendose të cilët kanë qenë dikur akter në qeverinë e Kosovës për arsyet që i dim, domethënë për mos suksesin e tyre dhe rezultatet e dobta që i kanë treguar, dhe tekstualisht po e theksoj, i ka thënë zotrit Kurti që këdo që e qet nga 40 deputetët e tjerë që i ka brenda grupit parlamentar, Partia Demokratike e Kosovës do t'ja jap votat për kryetarin e Kuvendit. Tani kjo është një derë e hapur dhe një derë e madhe e hapur për konsenzus dhe për bashkëpunim. Nëse dëshiron pala tjetër me lexuesit të tillë. Dy rastet e tjera të partive të tjera i përmendi edhe Alberti, kur edhe Nisma, domethënë, është betonuar karshi kandidaturës së zonjës Albulena Haxhiu, por jo edhe karshi kandidaturave të tjera,